Bashkia e Kavajës çeli zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2025. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive me pjesëmarrje të gjerë nga qytetarët e Kavajës dhe zonave përreth, si dhe nga përfaqësues të bizneseve vendase që promovuan produktet dhe shërbimet e tyre në funksion të turizmit lokal. Ceremonia e hapjes së sezonit turistik në Kavaj shënoi një moment të rëndësishëm për jetën kulturore dhe ekonomike të qytetit, me pjesëmarrjen e kryetarit të bashkisë zotit Fisnik Qosja, i cili theksoi përkushtimin e strukturave bashkiake për të garantuar një sezon të suksesshëm dhe ftoi turistët të vizitojnë Bregdetin e Kavajës, jo vetëm për bukuritë që i ka falur natyra, por edhe për turizmin elitar e funksional që ofron qyteti gjatë gjithë vitit. Pas fjalimeve, festa vazhdoi në tingujt e këngëve dhe valleve tradicionale, të cilat ndezën atmosferën mes trokitjeve të publikut. Më pas aktiviteti u ndal në stendat e bizneseve pjesëmarrëse, ku veçohen figura të njohura të sipërmarrjes dhe artizanatit lokal, të cilët ishin pjesë të panajirit për të promovuar prodhimin vendas. Në mesin e artizanëve, vëmendje tërhoqi një mjeshtër i qypave, i cili kishte trashëguar profesionin e punimeve me baltë nga familjarët. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe stenda me shumë interes edhe për librin, duke i dhënë një rëndësi të veçantë lexuesit. Panajiri vuri në pa edhe profesione të tjera të artizanatit, si punime dore, çanta të thurura dhe qëllime tradicional, që mbartnin një vlerë të madhe artistike dhe përfaqësojnë trashëgiminë kulturore të qytetit të Kavajës. Mbrëmja u mbyll në tingujt e muzikës dhe një atmosferë festive. 365 ditë Bashkia e Kavaj ka sezon turistik sepse e ka falë Zoti me det, me kodra, me lugina, me fusha. I them gjithë turistëve shqiptar po gjithë turistëve në përbot, vizitoni Kavajën, vizitoni Golemin, vizitoni Malin e Robit, vizitoni Qerretin, vizitoni Karpenin, vizitoni plazhin e bukur të Carinës, plazhin e bukur të Generalit. Kavaja ka resurse pafund. Që ju ftoj të gjithëve të vizitojmë këto resurse që ne ka falë Zoti.